qëllimi ka qenë me promovu rock muzikën, me ja ofru gjeneratave të reja një vlerë të jashtëzakonshme muzikore, e ka begatu jetën kulturore të Prizrenit, e ka rikonfirmu se Prizreni është qytet i kulturës. Na vjen një band mega nga Turqia. Guns N' Roses tribut janë nga Italia, padyshim, me qua tre musketera që janë shumë për qefin tem, Bibi Koqin, Ten, kemi me pas një skin main stage gjigante që nështë mund t'jetë skina ma e madhe në Kosovë. Hajdeni, ngojmë rock and roll bashkë. Kur ka lind ideja për me kriju një festival tillë, dhe kemi pas parasysh faktin vlerat artistike të rock muzikës dhe jo vetëm vlerat artistike, po dhe konceptin e përgjithshëm, mindsetin, mënyrën e të jetumit, mënyrën e të mendumit, edhe qëllimi ka qenë me promovu rock muzikën, me ja ofru gjeneratave të reja një vlerë të jashtëzakonshme muzikore, në mënyrë që t'japin kontribut që mos t'harrohet ajo. Ideja në fillim ka pas pak skepticizëm nga individ të ndryshëm, mi po unë kam qenë shumë i sigurt bashkë me Goranen. Ne kemi fillu, kemi vazhdu, edhe përkundër sfidave, edhe ky festival po shëndrohet në festival tradicional, e ka begatu jetën kulturore të Prizrenit, e ka rikonfirmu se Prizreni është qytet i kulturës, po hala më tepër qytet i rock and rollit, po e ka pas edhe efektin komercial për zhvillimin e turizmit si komponent shumë e rëndësishme edhe ekonomisë, edhe identitetit të përgjithshëm të qytetit të Prizrenit. Na vjen një band mega nga Turqia. Kolpa është si vjen pjesë e line-upit tonë, e shumë të tjerë. Guns N' Roses tribut janë nga Italia, padyshim, kanë qenë vjetë në Tiranë, kemi ndëgju live dhe kemi vendosur si vjetë me qenë pjesë e line-upit tonë. Unë kisha me i veçua tre musketera që janë shumë për qefin tem, Bibi Koqin, Ten, që na vjen si band hapës i festivalit tonë, duke pas parasysh se Prizreni dhe rock and roll janë botë pandashëm me njëri tjetër, bashkë për këtë arsye na kemi vendosur me botë 2 skena si jetë. Kështu që gjithçka fillon prej orës 18:30 në skenën promovuese të bindeve të reja, edhe vazhdon me main stage-in, edhe përfundon që ata kur na dojnë e kur kryet muzikën. Kështu që lokacioni i ri është përballë qendrës sportive në Mazderhane, jo shumë larg nga lokacioni i vjetër. Edhe po besoj që kemi bërë përzgjedhjen e duhur se njerëzit që janë mësuar me lokacionin që ne kemi pas, gjithsesi do të bëhet gjithçka prej zeros aty. Kemi me pas një skin main stage gjigante që nështë mund t'jetë skina ma e madhe në Kosovë për momentin, edhe një skin tjetër promovuese që ka më qenë për bandet e re. Në këtë ambient interesant, se përdorin e shprehje tjetër, ku ka ma mirë se vëman me rock and roll. Dhe ku ka privilegj më të madh se me i ftu, me i thirr njerëzit, hajdeni, ngojmë rock and roll bashkë, jo veç rockera, por gjithë ata të cilët kanë shije për muzikë të mirë, sepse jam shumë i sigurt që vlera edhe kualiteti rock and rollit vetvetiw do t'i tërheq, edhe do t'i regrutojnë rockerë të ri, sepse tek e fundit promovimi i rock and rollit mund kupton edhe tërheqjen e fansave të ri, në mënyrë që festivali viteve në vim t'jetë akoma më i madh, akoma më reprezentativ, edhe të shndrohet ndoshta ikon jo vetëm e Prizrenit, por edhe këtë Kosovës.